po ta lexojmë edhe njoftimin e paraprak të policisë së Korçës. Humbi jetën në krye të detyrës një punonjës policie si dhe plagoset një tjetër punonjës policie nga sulmi me armë zjarri nga një person i kërkuar, i cili u neutralizua dhe u plagos gjatë shkëmbimit të zjarrit gjatë operacionit për kapjen e tij. Në zbatim të planit të masë për kapjen e personave të kërkuar, bazuar dhe në informacione siguruar në vendodhjen e një personi të kërkuar me rrezikshmëri të lartë, Policia e Korçës, Komisariati Maliq dhe Komisariati i Policisë Korçës kanë organizuar punën dhe kanë shkuar në zonën e Lozhanit në malin Bodent të bashkisë Maliqit rreth orës 7:30. Shërbimet e policisë kanë rrethuar vendin, pra kanë rrethuar një stan ku dyshohet se fshihet personi në kërkrim. Konkretisht, Violant Braçellari, 43 vjeç, i dënuar në vitin 2017 me 9 vite, 11 muaj e 7 ditë burg nga gjykata e Korçës për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, ndërsa në vitin 2011 ndaj tij është saktuar mas arrest në burg për veprën penale të kultivimit të narkotikëve. Shërbimet e policisë kanë bërë thirrje të kërkuarit të dilte dhe të dorëzohej, po ai nuk është bindur thirrjes së policisë dhe ka hapur zjarr në udhëtim të tyre, ku përpasoi ka humbur jetën punonjësi i policisë, inspektor Enea Mekollari, 34 vjeç, dhe ka mbetur i plagosur polici tjetër, inspektor Edison Arz, fal vetëm pak për emrin, Edison Adri, i cili është transportuar drejt spitalit me plag nga arma zjarrit. Të dy ishin punonjës të shqiponjave në drejtorinë vendore të policisë së Korçës. Për të neutralizuar sulmin e të kërkuar, shërbimet e policisë janë kundërpërgjigjur me armë zjarri dhe si pasojë shkëmbimit ka mbetur i plagosur dhe i kërkuar. Shtetasi Violant Braçellari, i cili më pas është arrestuar në drejtim të vendit të ngjarjes, është nisur dhe helikopteri i shëndetësisë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurisë dhe mbikëqyrjes policore po vjon punën për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje shumë të rëndë, ku humbi jetën në krye të detyrës së punonjës policie dhe një tjetër mbeti i plagosur. Pra një panoramë paraprake për ngjarjen ndodhi rreth orës 7:30, një person i cili fshihej në një stan në territorin e bashkisë Maliqit, ndërkohë që nga verifikimet ka rezultuar që informacionet pas kanë qenë të sigurta për vendodhjen e tij dhe në një farë mënyre grupi i punës për të arrestuar personin në kërkim kanë shkuar drejt vendit të ngjarjes, i është bërë thirrje disa herë për të dorëzuar, por duke pasur prezencën e armëve të zjarrit, i kërkuari nuk ka zgjedhur ti vihet në shërbim të policisë, por ti kundërpërgjigjet atyre duke qelluar nga brenda stanit dhe duke e lënë të vdekur një punonjës policie dhe duke plagosur një tjetër. Sigurisht një ngjarje mjaft e rëndë ndodhur në zonën e Maliqit, ku tashmë viktima punonjësi i policisë së Shqiponjave mbeti i vrarë në vend.